Djali dhe Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të. Një ditë, shkoi te Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, një djalë i ri, i cili donte të bënte tregti dhe i tha: "Unë nuk kam kapital për të bërë tregti." Imam Sadiku i tha: "Je i vërtet dhe besnik se Allahu do të furnizojë." Djali u largua nga Imam Sadiku. Në rrugë, gjeti një qese në të cilën gjendeshin 700 dinar. E mori qesen në dorë dhe tha: "Duhet të zbatoj porosinë e imamit dhe duhet të lajmëroj njerëzit se kujt i ka humbur kjo qese me para dhe të vi ta marrë tek unë." Ai thirri me zë të lartë duke thënë: "Kujt i ka humbur ndonjë gjë, le të vi të ma përshkruaj dhe ta marrë." Pas lajmërimit, tek djaloshi shkoi një burr, i cili ja përshkroi gjën e humbur. Më pas, djaloshi ja dha dhe burri i dhuroi atij 70 dinar. Djaloshi i mori dinarët dhe shkoi te Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur. Imami, paqja qoftë mbi të, i tha: "Këto 70 dinar halal janë më të mirë se sa ato 700 haram. Ky është furnizimi i Allahut për ty." Me këto dinar, djali filloi tregtin dhe u bë i pasur.